Të nderuar vëllezër besimtar, me lejen e Allahut, ditët e Ramazanit po kalojnë dhe po kalojnë me një shpejtësi të madhe dhe ja sot ku jemi duke e përcjellur ditën e 14 këtij muaji të bekuar, ku në ditët që kemi lënë pas, shpresojmë që secili nga ne t'i ketë mbushur këtë ditë me vepra të mira të shumta, ku ne e kemi manifestuar bindjen për Allahun, sami'na wa ata'na, kem dëgju, jem bind o Zot dhe kem vepru, duke nisur me një ajet kuranor ku Allah po thot fastabiqul khairat, dhe më njëherë nxitoni drejt veprave të mira. Të nderuar vëllezër besimtar, ky muaj është padyshim është muaj lodhjes. Kem përmend se dietarët kanë përmend se muaj Ramazan i ka dykon rreth 40 emërtime, muaj Kuranit, muaj Qiyamit, muaj sadakas, zakatit, e veprave të shumta, por mbi të gjitha është muaji i Allahut. Është muaji i Allahut ku ne këtë veprimtarin ton e bëjmë vetëm me një niyet, që me arrit tek kënaqësia e Allahut. Të nderuar vëllezër besimtar, paramendoni Allahu fillimisht njeriu e vendosi pranë tij në xhennet, shumë afër nga Allahut. Mirë po, ishte cytja e shejtanit, e cila e mashtroi njeriu dhe pruni në nivelin më të ultjetesës në dunja. Zatën, fjala dunja rrjedh për një fjalës arabe, e që në formë folore edna i bjen më ulta. Do të thotë në nivelin më të ultjetesës na jetojmë në dunja. Allahu na ka zbrit në pej xhenetit si pasojë i një mëkati, babës tonë, se ishte i cytur pej shejtanit, atëherë Allahu na zbriti këtu dhe na boni dy luftimin, mirë po qëllimi cili është me u kthy çatje mas nalti në xhennet, çatje mas nalti me u kthy tek Allahu, që mujt me u kthy ku në vatanin ton. E në këtë drejtim Allahu kur e shpalli muajin Ramazan, çfarë tha? O ju që keni besu, u është bërë obligim agjerimi, sikur se ka qenë edhe për ata para jush, la'allakum tattaqun, e kurzume, ndashta do të bëheni të devotshëm, që nuk kupton se me arrit të ky status të devotshmëria, respektivisht me hyrje në xhenet, nuk ka punë lehtë, nuk qenë ka çështje që ti veç hajde çutu se s'ka gole. Jo, Allahu e dëshiron për ne vetëm një çështje, me po që na e kem seriozisht këtë punë. Na seriozisht po dojna me ecë drejt Allahut dhe me vepru, edhe nëse rrugëtimi jon drejt Allahut është i shoqëruar me lëshime, me gabime, me mëkate, por na duhet m'ia dëshmu Allahut vetëm një çështje, që na o Allah, na kena më mundu në rrugtimin tënë, na kena më lënë rrugtimin tënë. Andaj, këtë muaj, është një ibadet shumë i madh. Ai është duaja. Ramazani do të më u shoqëru me shumë lutje. E i dërguari e Ademi alayhis salam, kur dul prej xhennetit, çfarë i tha Allahut? Rabbana zalamna anfusana, o Zoti jon, na i kna bo pa drejtësi të madhe vetes tonë. E nëse te s'na fal, e s'na mëshiron, na kna me kom për të humbërve. E kjo do të më konë qasë e vëllezër besimtar. Në muajin Ramazan, ku na e kem për qëllim mëshirën, e kem për qëllim me u rikthy në vatanin tonë, përveç se që agjerojmë, edhe falemi, edhe lexojmë Kur'an, do të me bo shumë dua. E ajeti kuranor, të cilën ne e përmendëm, ku Allah po thot, ja alladhina amanu, o që keni besu, është bërë obligim agjerimi, është një ajet i mbushur me rregulla, po kjo faqe, a dini çu përfundon? Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dhe kur ty o Muhammed të pyesin robërit e mi, thuaj atyne se unë jam afër, ujibu da'wata da'in idha da'an, dhe i përgjigjem lutjes së lutësit kur ai më lutet mua. Subhanallah. Allahu të nderuar vëllezër besimtar, në ajetin që e lexuam i ka rëndit agjerimin, Kur'anin, të shyrë të varfëve dhe duan. E krejt çto veprime vllazni na i bëjmë në Ramazan. Agjerojmë, lexojmë Kur'an, japëm vitra, nëse bash s'ki mundësia për zakat, sadako, shpaku, 90% muslimanëve nxjerrin vitrat. Që nuk kupton se
këto obligime do të më shoqëru. Agjerime, Kurani, sadakaja, edhe lutja. Po më bol lutje shumë vllazni, më u lut shumë, po besoj që deri sot ish dosht. Nashta po gaboj, po secili pineve me pas një listë me lutje. Unë këtë Ramazan kom me lutë Allahun me çdo lutje. Unë i kam do derte të mia. S'ka njëri pa derte. Unë i kam do borxhe të mia. Unë i kam do mëkate do kusure të mia. Në Ramazan me posat listën që i lexon edhe s'harron. Vazhdimisht me lutë Allah, ja Rab, babën xhenet e du. Ja Rab, nonën xhenet e du. Ja Rab, fëmijët më udhëzu, gruaja më mbulu, do me pas atë listën e nevojave tua, sepse Allahu jo rastisht e ka ndërlidh Ramazanin dhe respektivisht agjerimin me lutje. Të nderuar Allahu besimtar, ky ajet na tregon një koncept edhe më të madh se pe veprave më të mira që njeri mund i bën Ramazan është lutja, është duaja, sepse të nderuar Allahu besimtar, Allahu po na tregon që e ka hap këtë mundësi. Dhe na ka dhënë këtë mundësi që na me u lutem ju drejtu Allahut, por duke pas shpresë se lutjet tona kanë për të na pranuar. Andaj çfarë po thot Allahu? Po i thot Muhamedit alayhis salam, dhe kur ty o Muhammed wa idha sa'alaka, kur ty o Muhammed pyesin robët e mi, shikone ky koncept i renditjes së ajeteve e manifeston dy parime shumë të rëndësishme. Parimin e dashurisë, kur të pyesin ty robët e mi. Allahu në formë shumë dashur edhe shumë butë neve po na afron nga ti. Kur të pyesin ty robët e mi, që nuk kupton se Allahu vllazni po don për neve që na më drejtu atina, më lut, me pasose për afruese me to, sepse Allahu të nderuar Allahu besimtar na jep mundësin me kon optimist. Dhe jep mundësin që kjo lutje që ti ke me drejtu tek Allahu, ko me gjetë një përgjigje nga ana e Allahut. Edhe e dyta të nderuar Allahu besimtar është se kjo lutje do të më kon lutje me bindje, lutje me shpresë, lutje që Allahu këtë kërkesë tonë ko me gjetë përgjigje. Ti je në status shumë të lartë devotshmërisë. Je agjërueshëm, e ke braktis halalën për të Allahut, ujin i cili është jetë e ke braktis, ushqimin, pse Allahu ka thonë ti jem bind ja Rab, ti ke kërku për neve me lon ujin ushqimin na e lojna. Në këtë drejtim, duke qenë me këtë status të lartë të devotshmërisë, tash duhet me pas shpresën se Allahu ka për të përgjigje. Edhe e dyta të nderuar Allahu besimtar, shikoni Allahu këtu po na jep një koncept shtesë, e ka hapur kanalin komunikues me neve. Allahu po do me komuniku me neve, po don që ti me vazhdu me mojt lidhjen me Allahun edhe me lutje. Sot mi thonë dikujt, a e ke nis hatmën, thot, wallahu nuk di me lexuar arabisht. E shqip, ja nis në e fara arsye, po më lut, kush po të pengon, mos e ki gune paralizuar rastisht. Kjo është për të mirën tonë vllazni, është për të mirën e neve. Na jemi ata përfituesit përfundimtar. Ti drejtohesh Allahut, dhe Allahu çfarë me këtë kanalin komunikues neve po na thot, o ju robët e mi, bërëm, prezantoni nevojat e juaja, prezantoni golet e juaja. Andaj çfarë thash? Është dash deri sot vllazni, na me pasni listë lutjeve tona. Në me pas listën ku të lut Allahun pej krypës deri te xheneti, deri te rikthimi në vatonin ton. Andaj në këtë drejtim të nderuar Allahu besimtar, Allahu me këtë kanalin që po ka vendos kanal të drejt për drejt, pa ndërmjetësues. Para mendo sot me pas nevojë me taku një njerit caktum, do termin. Te mjeku me shkus pa termin zbohet. Po Allah çfarë po thot? Wa idha sa'alaka, kur të vesin ty robët e mi Muhammed, thuaj ti aty se un jam shumë afër. Jo vetëm kaq, po i përgjigjem lutjeve të tyre, që nuk kupton vëllazën besimtar, është një garancë. Është një garancë e fuqishme që s'paku në Ramazan lutjet tona kanë me gjetë një përgjigje. Andaj mos e hopni këtë mundësi. Mirë po, lutni Allahun edhe në këtë drejtim të ndërua vëllazën besimtar, Allahu s'ka më thon ty kom një agjent caktum, kom marr dikush më nënçeshëm se ti. Këtë robët e Allahut, njëjtën kom me lut, Allahu qadirun ala kulli shay, Allahu ka mundësi që të gjithëve me ju përgjigj. Andaj para mendone çka qëndrimi në xhami, tash që jena na të bo, dietarët të çojnë qëndrim me Allahun. Ti tash në ku je në xhami,
ti je duke ndajt me Allahun. Jo fizikisht, mirë po qëndrimi jot llogaritet qëndrim me Allahun, po edhe namazi konsiderohet bisedë me Allahun, ti kur lut Allahun, po edhe lutja, kur ti lut Allahun, ti je të komunikuar me Allahun. Ja Rab, këto e du, ja Rab, kam nevojë këtë çështje. E kum po, ditet një video, vllazën besimtar, një musliman ishte në xhamin Medine dhe e lut ke Allahun. E kishte tra dorën e djathtë çështu që lyp seneti, e me të majtën çështu lëvizke. I lut ke Allahun, sikur ke enneke tara, niveli më i lartë i ihsa i besimit. Ti e adhuron Allahun ke enneke tara, sikur ti e sheh ato, po edhe pse ti s'e sheh ato, ai të sheh ty. Edhe kështu i lutke, ja Rab, atë nevojën të me golën, do me dorë të majtë vazhdimisht lëvizke, herë të majtë të djatë, e bëjke lëvizit, që e pasha atë nivelin e ihsanit. Njeri që e adhuron Allahun sikur me po para ti, mirë po edhe pse nuk e sheh, e din se Allahu e sheh ato. Andaj, kështu Allahu po kërkon për neve, që ti atë lutjen tonë, nevojën tonë në Ramazan, me shpreh fuqishëm. Ju drejtu Allahut. Pse? A ka Allahu nevojë për neve? Jo vallahi. Po na kemi nevojë për Allahun. Na kemi nevojë që ato çështjet tona, që edhe nëse veç janë kompliku, mu shliru, mu të fillu. Andaj, këtë drejtim të ndërru Allahun besimtar, shfrytëzoni Ramazanin që ta lutni Allahun. Po teknologjia ka shku përpara. Po na prap kemi nevojë për Allahun. Na prap kemi nevojë mi adresu nevojat tona për tek Allahu, sepse një musliman i suksesshëm nuk paramendohet që me menu që mund me koni pavarën për Allahot. Ai që mendon çështu, se ka kuptuar Islamin. Imani i tij ka të meta shumë. Duhet me mësua dhe besimin, sepse asnjëherë jo musliman, po edhe gjithë njerëzimi sun me jetu pa Allahun. Andaj këtë drejtim të ndërruar Allahun besimtar, është thënë me një hadith se arma besimtarit është doja. Andaj këtë drejtim të ndërruar Allahun besimtar, shfrytëzoni Ramazanin që të lutni dhe të drejtoni lutjet e juaja tek Allah, me lenin Allah do të gjeni përgjigje tek ai. Me kaq që ndoj pjesë në portë hutbes, do kërkoj falje te Allah, kërkoj falje sa fazë më shërues. Alhamdulillah, wahdahu wassalatu wassalam ala man nabiyya ba'da. Të nduar xhamut, duaja është ibadet. Mos të harrojmë se edhe kur lutesh ti, e ke bë një ibadet, një adhurim. Për këtë punë pa të përgjigje, s'pa të përgjigje ki sevap. Sikur më thon subhanallah, si thon alhamdulillah, si më u fal, ki më bosi shpërblim se ka u bë ibadet e Allah. Mirë po, prej shpërblimeve të duas është që njeriu me u lut për vëllezërit e tij. Andaj në këtë drejtim në muajin Ramazan, nëse jeta jote është e kompletuar, ama s'ki nevojë bash për kurrë, idarja mjaftueshme, shneta mjaftueshme, shtëpia mjaftueshme, këtë në vi, te njët dikon që ka nevojë për ndihmën tonë, te njët dikon që është i zhytur në burse, te njët dikon që është i smut, te njët dikon që ka gole, lutu për ta. E pejgamberi alayhis salam ka thonë, kur besimtari lutet në mungesë për vëllain e tij, një melaçe, ku më thonë edhe për ty kuf njëjtë ashtu. Andaj këtë drejtim të ndërruar Allahu besimtar, në këtë muaj të Ramazanit mundoheni që të luteni për vëllezërit që kanë nevojë. E në këtë drejtim do përmendim Ebu Dardan, një sahabi i madh, i cili është transmetuar se çdo natë është lut për 70 peshokëve tina me emën, filonit këto, filonit këto, filonit këto, filonit këto. Pse? Se me të vërtet muslimanët janë vëllezër, edhe do të me trajtu njëri tjetrin si vëllezër, edhe për fund të ndërruar Allahu besimtar, feja është këshill, unë do ftoj në një koncept shtesë, të lutem për të mirën e vendit tonë, vëllazni. Të lutem për mirën e vatanit tonë, të parët tonë, selefët e kanë konsideruar të pauzuar mjaftueshëm ai i cili nuk është lut për vend, për udhëhec. Andaj vend se me isha e me i mallku udhëheca ton është më e udhës me lut Allahun që ata më udhëzu. Ja Rab, na udhëzo udhëheca ton, sepse edhe me këtë lutje, sikurse me lutjen individuale, edhe me lutjen kolektive për të mirën e vendit, na përfitojmë. Populli, na ku themi ja Rab, udhëzo udhëhecin ton dhe Allahu e përmeson ato veç pak, kush përfiton? Përfundon populli dhe shteti. Andaj këtë Ramazan lutuni për veten e juaj, lutuni Allahu besimtar për familjarët e juaj, po lutuni edhe për vendin e shtetin, sepse po e shehni, politika ndryshon, mirë po na duhet të harrojmë shtetin me çfarë do
që ke mundësi, andaj mos e harroni shtetin vëllezër besimtar, popullin ton dhe udhëhecet që na udhëzon Allahu, që të kemi vazhdimisht më të mirë, sepse kjo është ndihma më e mirë që mund t'ja bëjmë vetes, vendit dhe familjes tonë.